Në samitin vjetor të procesit të Berlinit që mbahet në Britani, kryeministri Edi Rama edhe njëherë solli në vëmendje pozicionin e Shqipërisë në negociatat e integrimit. Jemi në një periudhë kohe kur Evropa po sillet shumë mirë me ne. Madje kujtoi se ndryshe nga më parë, vendet anëtare ishin të ndara në qëndrimin për hapjen e bisedimeve e për këtë shigjetoi edhe realizimin e Brexit. Nuk po japin rezultate sepse Evropa është një pacient me 27 doktor, ishin 28, por njëri prej doktorëve u çmend dhe ju desh të shkonte të merrte një tjetër kur. Për daljen e Britanisë nga Unioni kujtoi edhe keqpërdorimin e gjuhës së urrëties ndaj shqiptarëve, ndërsa Brexit e quajti vendim katastrofik. Atëherë ka patur një postër me një zog të çuditshëm, të frikshëm që vinte nga Shqipëria për t'i thithur gjakun Britanisë. Premtimi ishte largoni nga Evropa dhe ata sot do vinë më. Pa gjeni, u larguan nga Evropa dhe Shqipëria është bërë një temë edhe më e madhe, sepse unë besoj që problemi nuk janë shqiptarët, apo të huajt, apo emigrantët. Problemi është ku të gjejmë kokën e turkut. Rama nuk harroi të kujtonte edhe sulmin që ish-ministra britanike i bëri shqiptarëve. Shikur dikush që quaj Suela, një tjetër qeveri, kur ajo piketoi shqiptarët, e me qira fjala, ku është ajo? Jo, thjesht mbajeni mend që mos u merr me shqiptarët, sepse nëse të mallkojnë shqiptarët, zhdukesh. Pikërisht në Angli u përgjigj edhe politikanit britanik Nigel Farage, që po ashtu akuzon shqiptarët për kriminalitet. Rama sqaroi edhe ftesën që i ka bërë. Kërkoj një datë që përkonte me ditën tonë të pavarësisë dhe i thash, më mirë të gjejmë ndonjë datë tjetër, sepse nëse vjen duhet të përballesh me heroin tonë kombëtar dhe do dukesh shumë i vogël. Kështu që do të vi. Mendoj që nuk na takon ne të vendosim se kush do të zgjidhet ose jo në Britani. Madje edhe qëndrimet e tij cilësoi si një situatë të brendshme të Britanisë, që nuk kanë të bëjnë me shqiptarët, por shton se nuk ka pranuar që të ketë kampe emigrantësh si modeli i Italisë. Farage është një pasqyrë e problemeve, i cili ka një aftësi teatrale për të qenë tërheqës, por problemet qëndrojnë tjetër kund. Kjo është përgjigjja ime. Kur vjen fjala për këto qendrat dhe të ngjashme si to, e kam thënë dhe përsëritur, kurrë në Shqipëri. Për të ilustruar se shqiptarët kontribuojnë në Britani, Rama solli 3 ngjarje, një kur mbërriti në hotel, në dalje të tij dhe në komunë. Gjë e parë që shoh është një njerëz që vjen drejt meje dhe një roje britanike që përpiqej të më mbronte dhe më thot në shqip, mirë se erdhe. I thash rojes, s'ka problem, është mik dhe ishte kamarier. Më pas kur dalim nga hoteli, dëgjoj Edi Rama nga lart dhe në fakt roja britanike po përpiqej të më mbronte sepse kishte disa shqiptarë në skel, po punonin, po ndreqnin ndërtesën apo diçka tjetër dhe u thash, mos u shqetëso se janë miq. Pastaj shkojmë në dhomën e komunëve dhe dikush me uniformë thot, mirë se erdhet kryeministër. Sa i përket rajonit, Rama theksoi se nuk ka çështje territoriale midis Kosovës e askujt tjetër, duke shtuar se Kosova është republikë, por po ashtu i dha sugjerim Prishtinës. Kosova duhet të harrojë Serbinë dhe të realizojë të gjitha ato pika që ka thënë dhe të realizojë të gjitha ato pika që kanë të bëjnë me dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja, pavarësisht Serbisë. Pra ata të përmbushin çdo pikë dhe pastaj t'u lënë topin në fushë Serbisë dhe të ecë përpara drejt Evropës. Megjithatë kritikëve të shqiptarëve në Britani u kujtoi punën që ata bëjnë, ndaj u bëri një thirrje. Politikanët britanikë që etiketojnë shqiptarët ta mbyllin gojen, ta mbyllin atë drejtgoje e të mos përmendin shqiptarët për asgjë, përveç se gjëra shumë të mira, sepse shqiptarët po japin energji, po ofrojnë shërbime, po punojnë fort, janë krenar dhe janë pjesë e këtij komuniteti të madh.